Ke arritur të ndërtosh atë mirëqenie ekonomike? Unë shikoja me një makinë, ishte e vjetër ajo, besoj ajo, ai pasazh në mediat shqiptare. Me Porsche. Besoj po, ajo ishte kabriolet? Po. Okej, të shikoja dhe nga jashtë duket që ti më bën një jetë të mirë, sportive, interesante, se nuk është e thënë që kishe Porsche dhe ke dhe vilën, se ka plot njerëz që bëjnë lifestyle-in, por nuk do thotë që kanë të gjithën, edhe kanë dhe shtëpinë, kanë dhe etj. Po, gjithsesi dukej që e ke ndërtuar. E ke ndërtuar në fakt? Ashtu si mendoj unë, jo. Okej. Ja. Ka rrugë po, për shembull, Porsche unë e hoqa, se kollaj është blesh diçka, po pastaj është manutencioni ndonjëherë kushton më shumë se sa mjeti. Po. Edhe prapë i ktheva ke Smarti, edhe s'kam problem fare, edhe do me thonë kush, po ti me Smart. Edhe? Më shërben, ato e kam provuar, tani e di që vlen makina.